Dy qytetet më të mëdha të Greqisë janë përfshirë në listën e 20 qyteteve më të rrezikshme në Europë, bazuar në indeksin e krimit të Numbeos për vitin 2025. Ky indeks bazohet në anketa dhe vlerësime të përdoruesve për ndjenjën e sigurisë dhe jo në statistika zyrtare me shkallën që varion nga 0 në 100. Në krye të kësaj liste është qyteti britanik Bradford, i cili ka shkallën më të lartë të krimit në Europë me 67.1 pikë. Qytetet të tjera britanike si Coventry, Birmingham dhe Londra vinë më pas, duke e bërë Mbretërinë e Bashkuar vendin me qytetet më të rrezikshme në 5 vendet e para europiane. Franca mban një prani të fortë në listë, me 7 qytete në 10 vendet e para, duke përfshirë Marseille, Montpellierin, Parisin, Nantën, Grenoblën, Lyonin dhe Nicën. Marseja në veçanti vazhdon të jetë lidhur me krimin e organizuar, ndërsa Parisi përballet me probleme sigurie në zonat e saj turistike. Në Greqi, banorët e Athinës dhe Selanikut duket se ndihen më pak të sigurt se rajonet e tjera. Shkalla e krimit në Athinë vlerësohet në 55.3, ndërsa në Selanik është 52.5, duke i vendosur të dyja qytetet midis 20 qyteteve me shkallën më të lartë të pasigurisë në Europë.